إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Arritëm dhe kemi qëndruar te çështja e niyetit. Thot Allahu më shiroft, patjetër që ai që falet duhet të ketë niyet për namazin për cilin është shuar që ta fali, niyeti qëllimi. Thot ta përcaktoj atë me zemrën e tij, si për shembull thot farzi i drekës apo i mbasdites, i dhuhrit dhe i asrit, ose synetet e këtyre dy namazeve, pra po e them si shembull thot shehu, dhe niyeti është kusht apo shtyll, kurse që ta thuash niyetin me gjuhë, pra me gojë, kjo është bidat, kundërshton, pra është në kundërshtim me synetin, dhe nuk e ka thonë këtë dikush prej atyre që pasohen prej imamlarëve. Kaq ka thonë për niyetin, pra te shkurtimi të përmbledhje, kurse te libri pra që është i mesëm, ka thënë vetëm niyeti, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë veprat janë sipas niyetit, sipas qëllimit, dhe gjithë secilit i takon ajo që ka si qëllim, që ka si niyet. Pra, kaq ka thënë te kjo. Por se kur ka filluar tek tekbiri, pra fjala Allahu Akbar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e fillonte namazin me fjalën e tij Allahu Akbar, thot poshtë këtu, te ky hadith, pra kur fillonte me fjalën Allahu Akbar, te ky hadith ka orientim se ai nuk e fillonte namazin, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke thënë për shembull, un kam bërë niyet që të falem, e kështu me radhë. Kjo thot është prej, pra me dakordsinë e dietarëve është prej bidateve, por se kanë thënë është diçka e mirë, bidat i mirë apo diçka e keqe, dhe normal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë çdo bidat është humbje. Çdo bidat, pra është humbje, nuk ka bidat mirë. Pra, dhe ne themi, thot shehu, çdo bidat në adhurim është humbje, sepse fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është gjithëpërfshirëse, çdo bidat është humbje dhe çdo humbje është zjarr. Pra, çështja e niyetit, çështja e qëllimit. Flasim fillimisht pra për çështën atë që shehu e ka qujt bidat dhe ka përmend fjalët e dietarëve. Pastaj flasim disa çështje të rëndësishme rreth niyetit. Thotë shehu Bin Bazi Allahu më shëroft, pra që ta shprehësh niyetin me gojë, qoftë namaz, qoftë në abdes, nuk është diçka e ligjëruar, sepse niyeti e ka vendin në zemër. Thotë, pra vjen personi drejt namazit me niyetin e namazit dhe kjo mjafton. Çohesh për të marrë abdes me niyetin e abdesit dhe kjo mjafton. Nuk ka nevojë thuash kam bërë niyet që të marr abdes, kam bërë niyet që të falem, kam bërë niyet që të agjëroj etj me radhë, sepse niyetin e ka vendin në zemër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë veprat janë sipas niyetit dhe gjithë secilit i takon ajo që ka si qëllim. Thotë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët e tij nuk kanë qenë që e bonin niyetin me gojë. Pra, besoj e keni ngjuar për disa Allahu zot, ndoshta mosha vjetë e tjerë që kanë bën niyet me fal kaq namaz, jam me ujdis imamit, janë drejtu kiblës etj me radhë. Pra, të dietar po thonë që kjo gjë nuk ka bazë, kjo gjë është shtesë në fe, kjo është bidat. Dhe shifeni argumentimin, pra po thotë shehu që Sheikh Bin Bazi Allahu më shëroft, që as pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as sahabët se kanë bën niyetin me gojë. Thotë as pra namaz, as në abdes, pra ne thotë ne duhet i marrim ata si shembull dhe mos shpikim fen ton diçka që nuk ka dhënë leje për të Allahu dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam, pra nuk e ka ligjëruar. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush vepron pra një vepër që s'është përputhje me fen ton, ajo është e refuzuar. Gjithashtu ka thënë fatva tjetër, pra Sheikh Bin Bazi Allahu më shëroft, thotë, pra e ka pyesin se ç'a gjykimi ka, ta bësh niyetin me gojë, pra namaz edhe në abdes, ka thënë kjo është bidat, sepse nuk është transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as nga shokët e tij, prandaj është obligim thotë që të lihet kjo gjë, niyeti e ka vendin në zemër, nuk ka nevojë thotë për këtë gjë. Kurse Sheikh Uthaymin Allahu më shëroft, po ju lexoj, ka shumë fjalë, përse unë zgjodha këtë që ka kaluar te Riyadhus Salihin, te vëllimi i parë, ka thënë Allahu më shëroft atje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka dhënë ndonjëherë niyeti thotë me gjuhë, me gojë,
as nuk ka urdhëruar umetin e tij që ta bëj këtë gjë, as e ka bërë dikush prej shokëve të tij dhe ai ta miratoi, atëherë kjo gjë është bidat. Kjo gjë është bidat. Edhe ka tregu këtë historinë, pra se çfarë ndodh me njerëzit, thotë është e lezetshme një histori që ma kanë thënë disa njerëz, pra Allahu më shëroft, pra ai person që e ka treguar shikun atë kohë, kishte vdek, tha një person ishte në Haram, pra në Mekë, dhe donte me u fal, dhe kur u thirri Ikameti, filloi duke thënë që o Allah, unë bona njetë që të falem, ta fal drekën 4 rekat, mbas imamit haremit të tjerë më radhë. Momenti që donte me thënë Allahu Akbar, personi që kishte në kraj thot ndalo thot se të ka ngel gjona pa thonë. Pra, deri këtu je mangët, duhet shtosh edhe ca gjona tjera. I tha që thuaj në ditë, filan datë, filan muj, filan vit thot që mos humbi thot se ta kesh letër për garanci. Thot ai u habit. Pra çfarë po më thot ky? Realisht thot realiteti që ky person është për të habit. Pra ky që e bën jetin thot me gojë, thot ati e duke e bërë me dije Allahun xhallahu ala për çfarë ti ke jetë, Allahu di gjithçka. Pra apo thot po e bën me dije Allahut për numrin e rekateve dhe për kohën, kjo është diçka që nuk është e nevojshme. Allahu xhallahu ala di gjithçka, prandaj njeti vendin e ka në zemër. Kjo ishte për sa i përket pikës parë. Çështja e dytë, edhe kjo është goxha e rëndësishme, pra gjithmonë kur sheku përmend diçka, pra do mundohem gjithmonë, nëse është diçka që ka lidhje me dhikrin e me tjera, që të bëni kuptimin. Pra që të mësoni kuptimin, që t'ju shty, t'ju nxjisi që t'jeni më të përqendruar namaz. Kur ka çështje rreth temës, do mundohem të zgjedh ato çështje që unë i shoh të rëndësishme, pra që ju bëjnë dobi ju. Për çështjeve që përmendet tek njeti, edhe mund të na ndodhin, pra tek çështja e përcaktimit të njetit. Thotë Sheikhu Themini Allahu më shëroft, këtu te kjo çështje thotë ka dy fjalë mes dietarëve. Disa dietarë thonë, pra duhet ta përcaktosh njetin qëllimin tënd. Dhe nuk mund falesh kështu thotë pra pa e përcaktuar. Pra nëse një person hyn namaz dhe se kanë mendje fare thotë se ai namaz për shembull është dreka, apo është ikindia, apo është farz, apo është nafile, një fjalë për dietarëve, që është fjala, shehu është duke komentuar këtu një prej metneve, prej teksteve në Medhebin Hambeli, Ibn Qudam al-Maqdisi rahimahullah. Pra, thot medheb kuptohet që ti po se përcaktove, pra hyrë namazin e drekës, duhet ta përcaktosh që je namazin e drekës. Momenti që ti ke menja që është dreka, thjesht hyrë kështu si namaz, kjo fjalë medheb thotë e tyre dietarëve është namazi nuk quhet. Kurse fjala tjetër, fjala që anon shehu, është që nuk është kush që ti ta përcaktosh namazin. Pra mjafton që ti të kesh niyet namazit. Pra jo ta përcaktosh dreka për shemb. Nëse ti ke niyet thjesht që unë po shkoj për namazin e kohës, pra sepse përcaktohet namazi, pra me përcaktimin e kohës. Për shembull, nëse ti merr abdes për namazin e drekës, më pas falesh, ti ku nga menja që ti po fal drekën apo ikindin, kështu me radhë. Atëherë thot namazi është i saktë sipas kësaj fjale. Sepse nëse ti do pyetesh çfarë do ti me këtë, pra kush është niyeti yt për këtë namaz, do thosh namazi drekës për shembull. Atëherë thot, kjo fjalë është që do të thonë është fjala që njerëzit nuk kanë mundësi të punojnë vetëm me këtë. Sepse ka shumë njerëz që marrin abdes, vinë për namaz, i ikën nga mendja që është namazi drekës apo namazi ikindis. Sidomos po jepi rast tjetër që robi vjen shpejt, si vjen thot dhe e gjen imamin ku është ruku. Ti je duke nxitu. Ndoshta nga mendja thot del, pra ta përcaktosh atë drekën ikindin. Nëse ti thot në zemër ke niyetin e namazit për këtë kohë pa përcaktuar namazin, atëherë këtë fjalën e dy dietarëve thot namazi yt është i saktë. Edhe sheku thot ajo që unë anoj dhe qetësohet, është fjala thot që nuk është kush që ta përcaktosh, pra sepse përcaktohet me namazin që ti po fal. Dhe pra kjo është fjala që shehu anon. Edhe prandaj u thash se mund ndodhi në herë kjo, robi mund gatrohet, mund bëhet, ta di që ka këtë kundërshtim mes dietarëve dhe se shehu Themini Allahu më shëroft, pra anon nga kjo gjë. Çështja tjetër, mund vi dikush thotë shehu dhe pyet. Edhe kjo po e lexoj për qëllimin që mos më i hap derë vezveseve, cytjeve, sepse cytjet janë shumë pra të rrezikshme. Ne kemi përmend shpesh në mësime që mund ta çojnë personin në cytjet në grad shumë të rëndë.
është grande që mund ta lejë namazin. Mund t'i vështirësohen adhurimet. Pra mund të hynë vezvese të cytja në adhurim sa lodhet. Për shembull mund të ri për të marrë abdes me kohë gjatë. Mund ta përsërisë namazin kush e di sa herë, etj më radhë. Madje kam arrit, pra ka arrit grada që përmendin disa dietarë si Imam Ibn al-Qayyim nga Ibn Aqil al-Hanbali, Allah e mëshiroft gjithë, që ka arrit domethënë dyshimi me personin që thotë un kam arrit, pra kam qenë për t'u la, kam shku në Nil, nëse s'gabojmë, lumi Nil, dhe jam fut duke u la. Kur kam dalë thotë duket vetja sikur ca pjesë nuk m'jan la. Nuk i kam la. Edhe ky dietari i ka thonë që ti namazin nuk e ke obligim. I thotë si se kam obligim? Po thotë ty të shngrit kalemi. Ty nuk shkru më kalemi. Pse? Se ti se ke menjen të rezi. Si mërë të fu, ty i ke robit, zhytet lume dhe ti duke sikur nuk është la. Pra e kuptoni ku ka arrit vezvesi dhe cytja, imagjino, futet robi, zhytet, i gjithë trupi është, ai pastaj thotë jo, kam fiksim sikur nuk më lag kjo pjesë e trupit. Qartë, prandaj keni kujdes këtë gjë. Lutin Allah që t'ju ruaj nga kjo gjë. Sepse, pra çka kemi ngju nga dietarët, çka kemi rastisë të tjera në radhë, shumë njerëz kur i kanë hyrë kësaj rrugën, nuk ja kanë mbyll rrugën, pra nuk e kanë parandaluar rrugën, atëherë kanë pasoja jo të mira. Dikush mund ta ketë ndarja, dikush lloj, imagjino domethënë sa një nga rastet që më mend kur jemi qenë në Medinë, pra që tregoheshin që personi duke lexuar Kur'an i vinte shejtani e ndave gruan se ndave gruan. I thash ndava, si thash ndava. Imagjino domethënë ku arrin sytjet. Prandaj po ja u them këtë, thotë shehu Allahu më shërof, prandaj është strong këtë çështje, thon disa njerëz sot ujetin e kam të vështirë. Përgjigjja është se njeti është i lehtë, po mos ta bësh diçka pa njetë është e vështirë. Sepse personi thot kur merr abdes, del nga shtëpia pra e tij drejt namazit. Normal thotë që ka qëllim, ka dalë me një qëllim. Pra ai person që ka ardhur në xhami, po qëndron në saf, po jep tekbir për njetin e namazit, patjetër domethënë ka qëllim, se për çfarë bën gjitha këto veprime? Madje thot kanë thënë disa dietar, nëse Allahu xhallahu ala do na obligonte që ta bëjmë një vepër pa niyet, do ishte diçka e pamundur. Pra e pamundur është që ta bësh një vepër pa niyet, pa qëllim. Kjo është e pamundur. Qartë? Prandaj thotë çështja e niyetit thotë shehu është e lehtë. Nëse do i thuhet dikush, falu, po mos ki niyet namazin, merr abdes, po mos ki niyet abdesin, thotë nuk do kishte mundësi. Sepse nuk bën robi një vepër vetëm se e ka me qëllim. Kjo është normalja, kjo është e lehtë. Kjo është çështja tjetër. I çështja tjetër këtu, pra, të lexojmë tekbirin, pastaj kalojmë këtu, të lexojmë tekbirin, çështjen e tekbirit. Thot Allah më shëroft Sheikh Albani, më pas thot e hap namazin e tij, e fillon namazin e tij me fjalën Allahu Akbar. Kjo është shtyll. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, çelësi i namazit është pastërtia. Thot pengesa është tekbiri, lejimi i gjërave të ndaluara është selami. Çfarë do thotë kjo, sepse ja përdor fjalat tahrim edhe tahlil. Tahrim është me ta bëu diçka haram, me ta bëu diçka të ndaluar. Tahlil është me ta bëu diçka të lejuar. Këtu tani, çfarë qëllimi ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Normal, çelësi i namazit është pastërtia. Nëse ti hyn pa abdes, namazi yt nuk është i saktë. Po këto dy fjalë thot tahrimu hat tekbir, do ty të ndalohen gjëra, pra që Allahu xhallahu ala momenti që thua Allahu Akbar, ndalohen disa vepra. Gjithashtu të lejohen, pra lejimi është me teslim, me selam, do të thot që të lejohen ato gjëra që çfarë të ndaloheshin. Qartë? Mos ta ngri zërin e tij, pra mos i thot hadithin thot, mos ta ngri zërin e tij me tekbir gjatë namazeve vetëm nëse është imam. Edhe kjo është e rëndësishme. Pra ta keni parasysh të gjë, do i lexoj dhe fetva këtu. Ka që njerë që ndodh, e ngjon domethënë që Allahu Akbar, përveç imamit e po dhe xhamati. Mund ta shohësh te çështja e namazeve. Zakonisht më ka gjuar veshët te çështja e baromit.
Mund ta shohësh te çështja e namazit xhenazes. Jo, përderisa ti je si xhamat, atëherë çfarë? Ti nuk do ta ngrish zërin. Ai që ngrish zërin është vetëm imami. Do flasim, do them fetvarë këtë që të bëhet më qartë. Gjithashtu lejohet që ta transmetoj tekbirin e imamit muezini tek njerëzit. Pra, nëse thot imami Allahu Akbar dhe xhamati është shumë, pra ka shumë xhamat dhe për shembull njerëzit që mund të jenë safat e fundit nuk e ngjojnë tekbirin e imamit. Atëherë muezini çfarë bën? Ngjon tekbirin e ngrej ai zërin me tekbirin me tekbir që ta ngjojnë safat e fundit. Pra kur është, ka shumë njerëz. Thot, ngjojeni kur kiet nevojë për këtë gjë. Si për shembull, nëse imami është i smur, e ka zërin e dobët, nuk ngjohet shumë. Thot, ose ka shumë namazli që falen pas ti. Dhe mos ta japi tekbirin xhamati, pra ai që falet mbas imamit, vetëse pasi të ketë mbaruar imami nga fjala Allahu Akbar. Pra, mos i të mbaroj Allahu Akbar imami, atëherë ti si xhamat thuaj apo jep tekbirin ose thuaj tekbirin. Pastaj ka folur për ngritjen e duarve. Këtu tek libri tjetër thota Allahu më shiroft, pra e fillon të namazin e tij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me fjalën Allahu Akbar, ka urdhëruar me këtë atë që nuk falej mirë, edhe përmendëm hadithin ose fillimin e hadithit. Madje ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që nuk plotësohet namazi ndonjërit për jush derisa të marrë abdes, pra ta vendosi abdesin aty ku duhet, ta marrë atë ashtu siç duhet dhe më pas thot Allahu Akbar. Pastaj ka përmend hadithin atë që tham, pra çelësi i namazit është pastërtia, tahrimuha, pra që ndalohen gjërat me fjalën Allahu Akbar. Gjithashtu kanë ardhur transmetime që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ngrinte zërin e tij me tekbir, pra duke thënë Allahu Akbar, derisa ta ngjonin njerëzit që ishin pas tij. Kur u smur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ngriti Abu Bekri radhiyallahu an zërin e tij që transmetonte tek njerëzit që ishin mbrapa tekbirin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, për këtë që thot shkurtimisht këtu, te ky libri tjetër ka përmend çfarë? Argumente. Allahu më shiroftë dhe shpërblet. Thot, gjithashtu thonte, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur imami thot Allahu Akbar, thoni dhe ju Allahu Akbar. Kur imami thot Allahu Akbar, thoni dhe ju Allahu Akbar. Çështja këtu pra, tema tjetër, se sa duhet ta ngri personi zërin. A mjafton vetëm thjesht ta lëvizi gjuhën e tij? Apo duhet flasi, pra derisa ta ngjojnë veten e tij. Kjo është diçka që diskutohet te dietar. Thot shehu këtu, pra shehu Themini, Allahu më shëroft, te kjo thot ka kundërshtim mes dietarëve. Disa prej tyre thon, patjetër personi duhet ta ngri zërin derisa ta ngjojnë vetvete. Pa thon sa dietar, ti kur thush, pra tekbirin e gjërat e tjera duhet ta thush që ta ngjosh me vete. Kurse pra dhe ky është medhebi, thot. Kur thot që ky është medhebi Hambeli. Thot, ta ngjosh në vetvete edhe nëse nuk e ngjon thot personi që ti ke anë. Pra që ken krah. Nëse ti nuk e bën këtë gjë, thot atëherë kjo gjë nuk merret konsiderat, thot. Por se kjo fjalë është e dobët. Fjala më e saktë, thot shehu Allahu më shëroft, shehu Themini gjithmonë, nuk është kusht thot që ti të ngjosh veten tënde, ta ngjosh vetë. Nëse personi sigurohet që ti i nxorre lëvizë gjuhën me gërmët. Pra i nxorre gërmat. Nëse sigurohesh thot që i nxorre gërmat dhe nuk e ngjove veten tënde, për shembull thon ndoshta gjimi yt është i dobët, ose ka shumë rrumuj rreth teje, ose për diçka tjetër. Pra, gërmat ti i nxorre, pavarësisht se nuk e ngjove, tregon disa shkaqe që ti nuk e ngjon. Atëherë ngjosh si thot, fjala më e saktë është se gjitha fjalët e tij e merren konsiderat dhe nuk mund vëmë në kusht diçka që s'ka ardhur nga argumentet se është kusht. Qartë? Prandaj tek kjo këtu shiku çfarë thot? Pra nëse ti e nxjerr, pra i nxjerr gërmat me gjuhën tënde, i nxjerr nga aty ku nxjerrët gërmat, atëherë ti je në rregull, edhe nëse nuk e ngjon këtë fjalë. Edhe këtu po ju them si këshill,
Pra ta keni parasysh sepse ka raste kur falesh me njerëz afër, ngrin çik zërin shumë dhe shqetësojnë ata që janë krah. Një secili nga ne ta ketë parasysh këtë gjë. Që sa arrin gjendja ndonjëherë që mund ta ndrosh anën e safit, vetëm se e di që ky personi kur falet shqetëson. Pra mendo nuk je ti vetëm aty, ke edhe njerëz pra të tjerë në krah. Mundohu që mos shqetësosh dikën që ke në krah. Qartë? Kuptimi i fjalës Allahu Akbar, thotë Sheikhu Themin Allahu e mëshiroft, do thotë që Allahu është më i madh se çdo gjë, se çdo kush në veten e tij, në emrat e tij, në cilësitë e tij dhe gjithçka që mbart kjo fjalë, siç ka thënë Allahu xhallahu ala, "Wa ma qadarullah haqqa qadri", ata nuk e madhëruan Allahun siç i takon madhërimi i tij dhe e gjithë toka do jetë në kapjen e Allahut ditën e gjykimit dhe qiejt do jenë të palosura në të djathën e tij. Pra, Gjelle Wala. Imagjino, pra, mendo madhështinë e Allahut Gjelle Wala. Mendoj që gjithë qiejt, gjithë toka, gjithë toka, para kursijit, janë si një hallk në një lëndin shumë të madhe. Në një lëndin shumë të madhe. Prandaj robi ta mendoj kur thua Allahu Akbar, pra të mendosh që Allahu është më i madh se çdo kush, se gjithçka, në veten e tij, në emrat e tij, cilësitë e tij. Tjetër, kjo që tham, ngritja e zërit pra prej xhamatit, thon pra një fetva të lezhme që ka qenë kryer te Sheikh Ibn Bazi, Allahu mëshiroft, Sheikh Abdurrazak Afifi, Sheikh Udejani, thot tekbiri fillestar, Allahu Akbar, është prej shtyllave të namazit. Ngjojeni, xhamati, ai që falet mbrapa, nuk e ngre zërin me tekbir. Por se, thot Allahu Akbar, që ta ngjoj ai vet, duke lëvizur gjuhët e tij me tekbir. Ku vjen ajo? A duhet ta ngjosh vet apo jo? Është që tha më parë. Pra, që ta ngjosh vet, thot ta ngjosh vet duke lëvizur thot gjuhët e tua. Thot pra, kjo është e veçantë vetëm për personin që është imam. Pra, kurse imami, thot e ngre zërin, si me Allahu Akbar, si me Semi Allahu limen hamida, që ta ngjojnë dhe xhamati. Kjo është ajo ligjëruar. Ama ti si xhamat jo. Qartë, mbajini mend këtë gjë sepse ndodh, sidomos namaz e baromi, si namaz, edhe kthehet në shqetësim. Ashtu kanë thënë njëjta gjë kanë thënë dhe fetva tjetër, pra ta ngjoj personi në veten e tij, pra jo xhamati. Kjo do vijë si çështje tjetër që do vijmë mbrapa, po ja u them edhe këtu që për shembull ka raste që personi kur jep Allahu Akbar i ngre syt nga qielli. Do vi, sheku do e përmendim më mbrapa këtë, po me që jemi këtu te fetvaja, i kanë pyetur pra që ka persona që kur thon Allahu Akbar i ngren syt nga qielli. Kanë thënë dietarët e lexhës, për shehu në bazë të tjerë, kjo gjë nuk është e lejuar, është e ndaluar, që kur t'japi pra Allahu Akbar të shofi nga qielli. Ka ardhur hadith kërcënues, do e themi më mbrapa inshallah. Tjetër, ka përmend sheku atëre ngritjen e duarve. Thot pra që i ngre duart e tij me tekbirin ose para tekbirit ose pas tekbirit. Pra Allahu Akbar dhe i ngre. I ngre duart, pastaj thua Allahu Akbar, thua Allahu Akbar, pastaj i ngre duart. Të treja kanë ardhur. Qartë, pa thot të treja këto. E gjitha kjo thot ka ardhur në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I ngre duart e tua, ngjoni tani fjalët që ti kuptoni, i ngre duart e tua dhe gishtat i ket shtrir, jo të mbledhur. Pra gishtat e duarve i ket të shtrira, jo të mbledhura. Thot i ngre pra pllëmbët e tua, ose kur i ngre pllëmbët i ke thot drejt paralel me supet dhe ndonjëherë i ngre më shumë derisa shkojnë tek pjesa e butë e veshëve, te fillimi i veshëve. Pra ndonjëherë kështu. Thot poshtë, Allahu mëshiroft, që ti prekësh të butën e veshëve me gishtat e tu, nuk ka bazë synet. Tek unë kjo gjë është prej shkaqeve që të shkakton vezveset dhe cytjet, siç bëjnë disa që e prekin këtë pjesën e veshit. Thot kjo, pra nuk bën, nuk ka origjinë. Qartë, këto janë fjalët e shehut këtu.
Këtu ka përmend hadithet, pra që e bonte pejgamberi sa ndonjëherë kështu, pra ndonjëherë ngritë duart me tekbir, ndonjëherë pas tekbirit, ndonjëherë para tekbirit. I ngrinte ato, pra duke i pas të zgjatura, jo të mbledhura. Këtu ka shtu diçka, të shtrira dhe jo të hapura. Të shtrira, pra janë kështu dhe jo të hapura. Qartë? Thot, wala yadhum, pra nuk i mbledh, nuk i bon si grusht. I bonte pra duart paralel me supet e tij dhe ndoshta ndonjëherë pra që t'ishim paralel me veshët, me pjesën e me fillimin e veshëve. Qartë? Me që ishte kjo tema e prekjes veshit, ja u thash fjalën e shehut, mu i du diçka tjetër që e kam pa që bëhet, ndoshta nuk e di ju keni rastis apo jo, e bëjnë këtë gjë kur thirret ezani. Pra, ngjoni si ja drejtojmë pyetjen dietarëve të Lezhës. Unë kam pa nga pleqët e vjetër këtë gjë. Thot, a lejohet që personi të puthi gishtat e mëdhenj kur muezini thot eshhedu anna Muhammedar Rasulullah? A lejohet kjo gjë? Ka bazë kjo? Pra, të gishtat kam paca për ty që i vente syt edhe i puthin. Thot, a ka bazë kjo gjë? Ato kanë thonë, pra dietarët, që kjo nuk ka nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ti puthush gishtat kur muezini thotë eshhedu anna Muhammedar Rasulullah, pra ne nuk dim diçka të tillë dhe kjo gjë është prej bidateve. Ka thonë kush pik fen ton, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush pik fen ton diçka që s'është prej saj, ajo është e refuzuar. Tjetër, çështja që diskutohet këtu, urësia e ngritjeve të duar. Pra si shtam për shembull urtësia tek drejtimi nga kibla. Po të ngritat e duarve, cila është urtësia? Thot Sheikhu Themini Allahu mëshiroft, edhe kjo është përgjigje që duhet ta keni parasysh. Unë i lexova atje te drejtimi nga kibla një përgjigje të Lezhnës që ishte goxha e dobishme. Edhe këshilloj që ta ngjoni, sepse ndodh shpesh herë, pse kështu, pse ashtu. Thot përgjigja është që urtësia te kjo është që ne të pasojmë dërguarin Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kjo është gjëja që personi çfarë shpëton, që mos t'i shkojë logjika e tij sa ne sa kënej. Prandaj Aisha radhiyallahu anha, nëna besimtarve, kur është pyetur, i kanë thënë, si është çështja e femrës me zakone që e shlyen agjërimin, por nuk shlyen namazin. Si është përgjigj? Përveç asaj fjalë që unë kam thënë, që a prej hawarixhve e tij, shife si është përgjigj radhiyallahu anha, kjo gjë na ndodh në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ne urdhroheshim që të shlynim agjërimin dhe jo namazin. Pra, kur e kanë pyet si është përgjigj, që kështu jemi urdhëruar. Prandaj urtësia më e madhe thotë shehu është që nëse ti pyetesh për diçka, besimtari çfarë që mos ta lodhi mendjen e tij, valla kështu ka ardhur për fe. Unë e bëj këtë gjë se e ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se kështu ka ardhur në Kur'an dhe Sunet. Qartë? Pastaj vazhdon shehu duke thonë, pra ajo argumentua me argument, sepse argumenti është qëllimi për çdo besimtar. Allahu xhallahu ala ka thënë, nuk i takon një besimtari dhe besimtareje kur gjykon Allahu dhe i dërguari sallallahu alaihi wasallam për një çështje që ata të zgjedhin diçka tjetër. Pra besimtari kur vjen diçka për Allahut dhe dërguarit i tij sallallahu alaihi wasallam, është thotë ngjuam dhe u bindëm. Dhe ti si besimtar e di që për emrave të Allahut është Hakim. Hakim do të thotë që çdo gjë Allahu xhallahu ala vendos çdo gjë në vendin e duhur që i takon asaj gjëje që ka dobinë të. Dhe Allahu xhallahu ala ka urtësi çdo gjë që ka ligjëruar dhe ka urtësi çdo gjë që ka krijuar. Atëherë, përderisa janë ligjëruar këto gjëra, tani tema jonë është namazi. Atëherë kjo gjë ka urtësi. E dim ne, kjo çështje ka urtësi dhe mos ta ndaloj besimtarin nëse ai nuk e di urtësinë e diçkaje që mos ta veprojë atë gjë. Jo, edhe po se di të urtësinë, ti vazhdo bindu në gjë, edhe megjithëse nuk e di urtësinë, qartë? Pra, besimtarit kur i thuhet ky është gjykimi i Allahut dhe dërguarit i tij sallallahu alaihi wasallam, detyra e tij është thotë ngjuam dhe u bindëm. Megjithatë thotë ne mund të meditojmë që ndoshta mund të arrijmë një urtësi për veprës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mund themi për shembull që urtësia e ngritjeve të duarve është madhërimi i Allahut xhallahu ala.
Pra ti e madhron Allahun si me fjalë, si me vepër. Pra me fjalë duke thënë Allahu Akbar, me vepër duke ngrit duke ngrit duart. Pra sepse kur thua Allahu Akbar, s'ka dyshim se ti po e mendove kuptimin e kësaj fjale, pra Allah xhelala është më i madh se çdo kusht e çdo gjë, atëherë thot do iki dynjaja prej teje, sepse Allah është më i madh se çdo gjë. Pra ti tani je duke qëndruar para atij që është më i madh se çdo gjë, se çdo kush. Ka përmend një fjalë, u po ju lexoj tretën, disa prej dietarëve kanë thënë që është prej zbukurimit namazit ngritja e duarve, sepse kur personi qëndron, thot Allahu Akbar pa lëvizur, thot ndoshta kjo është në formën më të mirë, ama kur i ngrit duart, kjo është zbukurim për namazin. Gjithsesi Allahu a'lam. Kjo ishte për sa i përket urtësisë. Për sa i përket pra qenit paralel, shehu këtu te libri bazë ka thënë qëllimi është që me pllëmbën e tij, me shputën e tij, tjetë thot paralel me supet e tij. Tjetë paralel me supet e tij. Pastaj ka përmend pra fjalët e dietarëve, që disa kanë thonë deri te supet, disa kanë thonë deri te fillimi i veshëve, te buta e veshëve, ti ngri, dhe në fund fare thot, pra mbasi ka përmendur fjalët, thot sa është transmetuar nga Imam Ahmedi rahimahullah që personi zgjedh mes tyre të dyjave. Nuk ka vlerë njëra mbi tjetrën. Ibn Mundhir rahimahullah nga disa nga njerëzit e hadithit, pra e ka përmend të fjalë dhe e ka konsideruar si fjalë të mirë. Thot Sheikh Albani Allahu mëshiroft, ky është haku. Pra te kjo çështje ky është haku. E gjithë, pra dhe ti ngrish deri te supet është synet, dhe ti ngrish deri te veshët, te fillimi i veshëve është synet. Pra të dyja janë synet. Pra thot kjo është haku që i gjithë të dyja këto janë synet, dhe te kjo kanë anuar shumë për dietarëve, pra verifikues dhe studiues me hollësi, si Ali el-Qari, Sindi el-Hanafi, dhe do t'i përmendi fjalët e tyre ato shehu, pra i ka përmendur. Kurse shehu Themini Allahu mëshiroft, pra kur themi këtë fjalën, ka përmend fjalën që ka në hadith, pra qëllimi është qenit paralel, thot a duhet bëj thot pllëmbën, majat e gishtave, apo pjesën e poshtme, pra paralel me supet. Pra si mund ta kuptojmë tani? A atë pjesën e sipërme, kjo do jetë paralel? Kjo çështja e mesit apo fundit? Thot shehu gjitha kjo ka ardhur në synet. Prandaj, kjo është, pra merret konsiderat se është prej adhurimeve që kanë ardhur format ndryshme. Se ka ardhur në format ndryshme. Pra, qëllimi thot, pra a është pjesa e lartme apo pjesa e poshtme, më poshtë thot merret mesin, merr mesataren. Pastaj thot, edhe kjo është e rëndësishme, sepse ke forma ndryshme që do t'ju vinë namaz. Pra ka ardhur dhe kjo. Ç'a të bëj personi? Ngjoni ç'a thot, prandaj po e lexoj këtë. Kjo këshill për shehut që adhurimet, shehu Themini, adhurimet që kanë ardhur format ndryshme, bëhet një herë kjo. Qartë? Pra, këtu tani ngritja e duarve. Ka ardhur që mund ta bësh deri tek supet, pra paralel me supet, ose ka ardhur gjithashtu deri te pjesa e poshtme e veshëve. E gjitha kjo është synet. Prandaj më e mira është që ta bësh ndonjëherë këtë. Pse? E realizove synetin të dyja rastet dhe syneti qëndron i gjallë. Sepse kjo është e rëndësishme, pra hapet syneti te njerëzit. Sepse ti po bën vetëm njërin, kjo tjetra harrohet. Thotë që të qëndrojë syneti i gjallë te njerëzit. Se nëse ti bën vetëm një prej këtyre dhe e le tjetrën, atëherë do vdesi syneti, thotë, ky syneti tjetër. Prandaj nuk mundet të qëndrojë syneti i gjallë vetëse nëse ne punojmë një herë me këtë dhe një herë me këtë. Gjithashtu, çështja tjetër është që kur personi ndonjëherë bën këtë, zemrën e ka prezente, është i përqendruar. Ndryshe kur bën diçka gjithmonë, pra po përmend dy arsye. Pra që të ruhet feja, të ruhet shariati, që ta bësh dhe këtë,
Dhe si imagjinoni domethënë tek fëmijët juaj, fëmijët tuaj, te fëmijët ose brezi që vjen mbrapa. Imagjino të psohet vetëm me diçka. Edhe nuk e di që kjo tjetra është synet. Mos u duket habi që kur ti vje kjo tjetra ti duket si çfarë. Nga që nuk e din ti duket si diçka e re. Ç'është kjo? Se kemi ngjuar ndonjëherë baballarët tan këtë gjë se kanë bë. Ama kur ti i bën të dyja syneti ruhet. Tjetra po thotë që mos bëhet diçka si adet, për shembull bëhet gjithmonë diçka, atëherë bëhet çfarë? Bëhet si adet dhe ti nuk je i përqendruar. Kur bën një herë këtë, kjo të ndihmon thotë shehu Allah më shërof që ti të jesh më i përqendruar. Ti jesh më i përqendruar. Edhe kjo është e rëndësishme në shumë adhurime. Edhe këtu është thënë kjo si fjalë, po ja u lexoj për shembull. Pra e pa që Shehu Themini, Sheikh Albani thotë bësh ndonjëherë këtë. Çka kanë thënë sa dietar? Sa dietar kanë thënë që mund t'i bashkosh të dyja këto me një formë. Si është? Thotë majat e gishave t'i kesh deri te veshët, kurse pra sipër, kurse këtë pjesën e poshtme ta kesh deri tek supët. Pra kështu kanë çfarë sa dietari kanë mbledh të dy hadithet, pra ti bësh me një herë. Të dyja, jo herë këtë. Jo, thotë i mbledhim të dy hadithet, pra pjesa e poshtme e pllëmbës të jetë tek supët, pjesa e sipërme të jetë tek veshët. Çfarë thotë sheku për këtë? Thotë Allahu më shëroft, por se ne thotë nuk kemi nevojë për këtë lloj bashkimi, sepse qëllimi është pra vet dora, as e sipërme, as e poshtja. E poshtme, pjesa e poshtme. Prandaj ajo që duket është që çështja është e gjerë, sepse këto cilësi pra që kanë ardhur janë të përafërta me njëra tjetrën. Pra, fjala këtyre dy dietarëve çfarë thonë? Që syneti është ndonjëherë bëj këtë, ndonjëherë këtë. Ndonjëherë ti ngresh deri te supët, ndonjëherë deri te veshët. Pa i prek veshët siç tha. Pastaj thotë ku do i vendosësh? Pra, do thush Allahu Akbar, tregoj se si do i ngrish duart, tani ku do i vendosësh? Thot, vendosja e duarve. Pastaj thot, vendos dorën e djathtë mbi dorën e majt, mbasi thua Allahu Akbar. Kjo është nga synetet e pejgamberëve alayhimus salatu wassalam. Ka urdhëruar me këtë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam shokët e tij. Nuk lejohet i lesh duart siç janë pozicionin e tyre. Prandaj e vendos dorën tënde të djathtë mbi shpinën e dorës tënde të majt, mbi kyçin dhe mbi parakrahun. Pra, kjo fjala saj këtu është mes brylit edhe kyçit, është diku këtu. Pra te parakrahu kjo quhet saj. Qartë? Dhe ndonjëherë shife vendos. Ndonjëherë thot me dorën e djathtë kap të majtën. Këtu si do bi poshtë thot shehu Allah më shëroft, ajo që e kanë konsideruar si të mirë disa prej këtyre dietarëve, njerëzve me dije që kanë ardhur në kohët e fundit, që ti bashkoj të dyja si vendosjen, si kapjen njëkohësisht nuk ka bazë. Pra, edhe këtu kemi dy gjëra. Si tham të ngritja e durve deri ku, edhe këtu. Kemi vendosje, kemi dhe kapje. Kemi vendosje, kemi kapje. Atëherë do të thotë që ndonjëherë do i vendosësh, ndonjëherë do i kapësh. Vjen dikush dhe shive çka ka bë këtu, thotë ti bësh të dyja njëkohësisht, edhe vendosje dhe kapje. Do t'i lexojmë këtu si e kanë thonë ato fjalë. Dhe ku i vendos? Thot i vendos ato mbi gjoks dhe është njësoj këtu si mashkulli si femra. Se besoj keni ngjuar që thon disa gruaja i vendos këtu, mashkulli i vendos këtu. Jo, sheku thot janë të dy njësoj. Dhe do vi inshallah te fundi i librit që Sheikh Albani Allahu shëroft ka thënë, e ka mbyll këtë librin e mesën duke thënë gjithçka që ne tham rreth namazit si burri, si gruaja janë të dy njësoj. Qartë? Sepse ka dietar që për shembull te çështja e sejdës, dikush mund thotë çështja e duarve, dikush te çështja e sejdës, që nëse burri zgjerohet, hapet, gruaja të jetë sa më e mbledhur e tjera, pra çfarë thon këta, do i themi në fund inshallah fjalën. Ose me që u tha këtu, po ja u përmend që në fund i libri, Sheikh Albani Allahu më shëroft ka thënë, Sheikh Bin Bazi, Sheikh Uthemini kanë thënë që si burri, si gruaja namaz janë falen njësoj. Sepse ky është rregulli për adhurimet, që dhe mashkulli dhe femra janë njësoj, derisa të vijë një argument që ti pra të bëj dallim mes mashkullit dhe femrës. Qartë? Edhe te çështja vendosjes duarve është pra njësoj. Dhe
ka përmend diçka që është ndaluar, nuk lejohet që ta vendosi dorën e tij djath tek beli i tij, ta vendosi tek beli i tij. Kurse këtu thot Allah më shëroft te libri i Mesëm, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vendoste dorën e djathtë ti mbi të majtën dhe thonte ne pejgamberët jemi urdhëruar që ta nxitojmë iftarin, ta vonojmë syfyrin, ta nxitojmë iftarin dhe të vonojmë syfyrin. Kjo është prej syneteve të pejgamberëve. Dhe ajo që ka lidhje me ne, dhe ta vendosim të djathtat tona mbi të majtat tona namaz. Tu gjithashtu çfarë merrni? Pejgamberët janë falë gjithë, kanë qenë faleshin, bonin namaz. Qartë kemi përmendur që edhe në librat e tyre, si Isa alayhis salatu wassalam, si Ibrahimi, si filani për pejgamberëve, thot shkoj dhe boni sejdë. Kush janë sot njerëzit në të tokë që i falen Allah duke bërë sejdë? Muslimanët. Krishterët, nasarët, jehudët se bëjnë këtë gjë. Qartë? Një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kaloi te një person që ishte duke u falur dhe ai e kishte vendosur dorën e majt mbi të djathtën. Shifeni? Dorën e majt mbi të djathtën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja hoqi dhe ja vendosi dorën e djathtë mbi të majtën. Ai kishte vendosur majtën mbi të djathtën. Qartë? Tu shifeni këshillën, orientimin tek e mira, urdhimi për të mira, ndalimin nga e keqja, që ti keni parasysh se mund ta bësh sot dot me një njerëz normal që duhet ta bësh formën më të mirë, ta këshillosh formën më të mirë, por se ca persona fatkeqësisht janë ndiku me ide që bin ndesh me fen, çlidhe ke me muti, le të bëj çfarë doj, mos i fol tjetër dhe tjera më radh. Ndërkohë shifeni rrugën sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra kur e pa atë person që ishte gabim, kishte vendosur majtën mbi djathtën, ja ndryshoi, ja bëri, pra ja vendosi djathtën mbi të majtën. Pastaj thotë ti vendosi ato mbi gjoks. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend hadithin që e vendoste djathtën mbi pjesën e sipërme të dorës tij të majt tek kyçi dhe tek parakrau dhe ka urdhëruar me këtë shokët e tij, sahabët radhiyallahu anhum. Ndonjëherë thotë kapte me të djathtën, me dorën e djathtë të tij, dorën e tij të majt dhe i vendoste ato mbi gjoks. Gjithashtu ndalonte që personi ta vendosi dorën tek beli namaz, e ka ndalu këtë gjë. Ka ardhur nga Aisha radhiyallahu anha, ose dikush mund Aisha radhiyallahu anha siç ka transmetuar Imam Buhari, nga Aisha radhiyallahu anha, thonte që kjo gjë është cilësia e jehud, e bëjnë jehudët këtë gjë. Në u përmend edhe diçka tjetër lidhje me jehudët. Kush ishte? Namazi me shapka, me nallane, nëse mamen. Edhe këtu tani ka ardhur Imam Buhari rahimahullah ka përmend sahih që Aisha radhiyallahu anha ka thënë për këtë gjë, nuk ka ardhur nga pejgamberi, ka ardhur nga Aisha. Pra kush është shkaku që është ndaluar që ti ta vendosësh të falësh me dorë mbel, ka thënë që kjo është vepër e jehudëve, e çifutëve. Këtu ka thënë ngjoni Sheikh Albanin Allahu më shroft për dobive, ka thënë këtu te ky hadith ka argument se prej sunetit është edhe kapja, pra ta kapësh dorë, pra ta kapësh dhe ose ta vendosësh. Të dyja këto, pra te hadithi parë, te ky hadithi dytë, të dyja këto janë sunet. Kurse që ti bashkosh këto të dyja, pra dhe kapjen, edhe vendosjen, që e kanë konsideruar disa në kohët e fundit në librat e tyre prej hanefive, kjo është bidat. Çfarë kanë thënë? Si e kanë përfituar këtë gjë, që ta vendosësh të djathtën mbi të majtën. Që të kapësh tani, çfarë? Shifeni si e kanë menduar. Këto të treja i vendos tre gishtat. I vendos te kjo, i vendos kurse me gishtin e madh dhe me gishtin e vogël kap, dy anët e kyçit dorës. Shife? Këtë e quajnë këtu ti ke bashku mes edhe kapje dhe vendosje. Sheku qa thot për këtë? Do me thonë që kjo që kanë bo këta është bidat. është bidat. Këtu thot la aslala, nuk ka bazë, nuk ka bazë. Atëherë, qa është siç përmendëm të rasti parë, në herë mund t'i vendosësh, do herë mund ta kapësh. Pa arësisje se si e kap. Pra kap, fort e shtrëngon, qartë. Selam. Tjetër, që përmendin dietarët këtu, që vendosja mbi gjoks, me këtë thot ka ardhur syneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çdo gjë e kundër me këtë,
pra diçka tjetër, ti vendosësh te kërthiza ose poshtë kërthizës, thot, pra çdo gjë tjetër përveç kësaj është o e dobët, është hadithi i dobët ose nuk ka bazë. Me këtë syne thot ka punuar Imam Ishaq ibn Rahoja, Allahu më shiroft, siç ka ardhur nga Marwazi që Ishaku falte vitrin, pra na printe në vitër dhe i ngrinte duart e tij gjatë kunutit, shifë ngritja e duarve në kunut. Pra kur boi imami duan e kunutit për vitër, se pyesin ndonjëherë, pra shifë ky imam, ju kam thonë për ata që më kanë pyet, edhe kur e kanë përmend temën, që ka ardhur ngritja e duarve në kunut, në vitër nga ka ardhur nga Umer radhiyallahu anhu. Por se shifë ky imam, pra Imam Ishaku, për dietarëve të mëdhenj të Islamit, pra fale imam pra gjatë vitrit dhe i ngrinte duart e tij në kunut dhe e bënte kunutin para rukuje, hadithet kanë ardhur që mund ta bësh edhe para dhe mbrapa, megjithëse vepra që njihni ju është mbas rukuje, por sa hadithet kanë ardhur edhe para rukuje mund ta bësh dhe i vendoste thot dy duart e tij ku thot o tek gjoksi i tij ose poshtë gjoksit të tij. Gjithashtu thot ka ardhur nga Malik, ka përmend disa fjalë pra tjera dhe nga prej këtyre ka qenë thot afër kësaj afrohet thot ajo që është transmetuar pra nga Abdullah ibn Ahmedi, pra që është shuni Imam Ahmedit, thot e kam parë babain tim kur falej i vendoste pra duart e tij njëra mbi tjetrën, djathtë mbi të majtët, mbi kërthiz. Pra mbi kërthiz. Thot i afrohet kjo formë këtu. Dobi tjera edhe ju kam dhënë shembull para shumë viteve të Sheikh Uthayminit, Allahu më shëroft, pra që kjo fjalë më duket e fortë, por se s'di kush prej dietarëve ta ke thënë këtë gjë, nëse e mbani mend. Këtu tani është një rast tjetër. Pra vendosja e dorës djathtë mbi dorën e majtë. Pra këtu ka ardhur që jemi, po ti shifshe, jemi urdhëruar. Gjë që thotë Sheikh Albani, Allahu më shëroft, te libri bazë. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur pra rrugë të sakta, sa ai ka urdhëruar që të vendosen duart. E njëjta gjë pra që ta keni parasysh. Gjithashtu sheku përmendi që nuk bën që ti lesh duart kështu siç falen disa persona, ka medhhebe që falen kështu. Nëse zgabojmë është medhhebi Imam Malik. Pra që falen kështu. Ama syneti, personi do pasoj synetin e pejgamberit dhe ju e shihni si është syneti. Kjo nuk ka pra bie kundërshtim me synetin. Ngjojeni, thot kur ka ardhur që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar pra për këtë gjë, atëherë ajo që përfitohet për kësaj është obligim. Ë? Pra është obligim që ta vendosësh djathtën mbi të majtën namaz. Por se ngjoje, shihni dietarët Allahu më shëroft. Ne thot nuk kemi gjetur dikën që ta thotë të fjalë për imamllarëve. Pra nuk dim dikën për imamllarëve që ka thënë që është obligim. Dhe si pasoj, nuk e themi. Kujtoni atë fjalën e Imam Ahmedit, mos thuaj fjalë që s'ke imam të. Qartë? Thot, nuk dim që dikush për imamllarëve ta ke thënë këtë gjë. Nëse dikush prej tyre ka thënë këtë gjë, atëherë është obligim thot që të ecim me këtë fjalë. Ama përderisa dikush prej imamllarëve nuk ka thënë këtë gjë, atëherë qëndrohet që është prej syneteve, nuk është prej obligimeve. Tek libri bazë prap, po ju them si më thon Ajkën që ka thënë këtu, thot përgjithësi them që ashtu siç ka ardhur sakt vendosja, ashtu ka ardhur dhe kapja. Pra besimtari, ai që falet, ose ai që falet, pra me këtë prej këtyre të dyjave vepron, thot ka bërë synetin dhe më e mira është që ndonjëherë bëj këtë, ndonjëherë bëj këtë. Mos harroni fjalën e Sheikh Uthaymin Allahu më shëroft, që truhet syneti. Qartë? Që t'ju tregoj këtë, pra që të shihni që dietarët e synetit që njihet që janë imamët e synetit, kur shohin që syneti, pra megjithëse mund të jetë rritur, mund të kenë mësuar një mëdhëb, ama kur shohin që syneti bindesh me mëdhëbin që ata janë rritur me të, atëherë ata pasojnë synet. Për shembull, dietarët në Saudi janë rritur me mëdhëbin Hanbeli. Për ne Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, Allahu më shëroft. Nga shpifet që është bë për të, që çfarë? Ka ardhur me mëdhëb të pestë. Edhe zakonisht shpifjet në atë kohë që ta keni parasysh nga kush ka qenë burimi i shpifjeve, domethënë i shumë prej shpifjeve, se normal ka pas dietar të humbur në ato rrethina në Mekë, në tjera me radhë që
e kanë sulmu shehun padrejtisht, kanë shpif për shehun, qartë, por se një nga ato faktorët kryesorë që ka shpif edhe ka hapë shumë botën islame fjalën Vehabi, ka qenë Perandoria Osmane. Normal, derisa kanë arrit disa prej atyre, domethënë prej kundërshtarëve që shehu ata kanë qenë Mekë, ka arrit, domethënë imagjino ku ka arrit shpifja për të largu umetin, për të largu muslimanët nga dia që sidomos kryesori që ishte tauhidi, që shehu nxiste për të, ka qenë që ai ka pretenduar, ka dash me u shfaq si pejgamber, po thjesht e ka fshef. Imagjino deri kur ka arrit shpifja, që ti ta akuzosh një dietar të suneti, imam, që ka bë Allahu sebeb që të hapet tauhidi, të arrish të gradë që ai do me shfaq veten se është pejgamber. Imagjino ku ka arrit. Dhe ato si përgjigjeshin dietarët, kanë një nga fjalë kanë thënë që ka ardhur me medheb 5. Pra kush janë 4 medhebet që janë njohur në umetin islam? Hanefi, Maliki, Shafi, Hanbali. Këto janë medhebet që njihen në umetin islam. Tani shife tani për t'i largu njerëzit nga shehu, kanë thënë ky ka ardhur me medheb 5. Pra ka ardhur me fe të re. Gjitha shkaqe për t'i largu nga shehu. Dhe ajo që shehu ka thënë, çunat e tij, nxënësit e tij, ato që njihet atje ne që thotë ne jemi Hanbali. Pa jemi rrit, kemi mësu, babai vet, gjyshi vet, pra kanë qenë medheb Hanbali. Ama medhebi Hanbali, këta dietar si ishin mësu që nëse ky medhebi jon bindesh me sunetin, ku do japi përparësi? Normal që do japi përparësi sunetit para medhebit. Dhe një nga fjalët ju e ngjut fjalët për shkak fjalë Imam Ahmedit këtu që ka sjell shehu, që kam pa babain tim, Abdullah i thot, kam pa babain tim që ti vendosë duart ku mbi kërthiz, jo te kërthiza poshtë kërthizës. Pra mbi kërthiz, ose Allahu alem, krahasim këtu te gjoksi ose. Pra, kurse në medheb, nga fjalët e njohura në medheb ngjoni, pra fjalën që në medheb do ju them te fjala e Sheikh Uthemini që i kanë te kërthiza. Ngjoni Shebin Bazin, që ka qenë mufti i Arabisë Saudite. Thot, ngjoni, ka ardhur thot syneti sakt. Se kur personi pra falet namaz, qëndron këmbë, ta vendosi dorën e djathtë mbi dorën e majt, ngjoksin mbi gjoksin e tij. Pa rukuje, pas rukuje. Të do dalim te kjo pas rukuje. Pra shehu ka pas mendimin që pas rukuje siç i ma para, i ma dhe mbrapa. Do vi kjo çështje. Qartë, ama mbi gjoks. Thot, ngjojeni, kurse ti vendosësh poshtë kërthizës, ka ardhur hadithi dobët nga Aliu radhiyallahu an, kurse ai që i lëshon ose i vendos poshtë, pra i çon lart fare poshtë mjekrës ti, thot kjo gjë është në kundërshtim me sunetin. Këtë gjë e ka thënë Fetva Veçmas, e ka thënë gjithashtu në Fetva me Lezhden, ku ka qenë dhe Sheikh Abdurrazak Afifi, Sheikh Udejani, dhe këtu ka thënë, pra syneti është që ta vendosësh dorën e djathtë mbi dorën e majt, pra i tregon të treja siç u tha, pra në gjoks. Para se të arrijmë, pra themi fjalën e Sheikh Utheminit, ngjojeni këtu, bos sqarimin që bën Sheikhu. Medheb është që do kapësh çfarë? Pra me dorën e djathtë do kapësh këtë kockën, kjo arabisht kësaj i thon kuo. Pra që kanë njerëzit, ju vetëm ju që shihni, po dha ata që ngjojnë. Është kocka që vjen me gishtin e madh. Pra kocka që vjen mbas gishtit të madh, kjo pjesa këtu quhet kuo. Qartë? Prandaj thon me librat, çfarë thotë do e kapësh këtë pjesën e kësaj. Do e kapësh këtë kockën këtu. Pra në medheb, pra po sqaron Sheikhu. Disa njerëz, edhe kjo ndodh, pra unë e kam pa me sytë e mi që ndodh, thot disa njerëz thon Allahu Akbar. Pastaj çfarë thot? I lshojnë duart e tyre. Allahu Akbar. I lshojnë duart e tyre, pastaj i ngrin. Thot kjo nuk bën. Pra direkt e sa thua Allahu Akbar, direkt i vendos tek gjoksi. Jo Allahu Akbar, i lshon një herë duart, pastaj i ngren gjoks. Qartë, thot disa njerëz e bëjnë këtë gjë dhe kjo nuk ka bazë. Pra, kjo gjë nuk ka bazë. Tregon kush është shku, pra kjo kocka, pra e kap këtë gjë. Thot, këtë na thot autori, por se kanë ardhur, pra prej synetit ka ardhur si ta kapësh këtë pjesë këtu, gjithashtu ta vendosësh dorën para krahun, pra të dyja kanë ardhur. Pra, të dyja kanë ardhur nga syneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Tjetër gjë që e shifet prap, disa persona i çojnë derisa kapin kapin brylin. Shkojnë deri te
kapin bryllin, thot, shohim disa njerëz që kapin bryllin, a ka bazë kjo? Thot Sheikh Uthemini Allah më shëroft, kjo nuk ka bazë. Pra, o do kapësh të kockën këtu, si që thamë, ja shërove se cila kock, ose do t'i vendosësh mbi parakra. Ka ardhur tek Sahihul Buhari, hadithi Sahli ibn Sa'd radhiyallahu an, thot njerëzit urdhëroheshin që ta vendosin dorën e djathtë mbi parakraun e dorës majt. Parakraun, jo te bryli. Qartë? E përmendëm qëndrimin e Shebi Mbazit, Allahu mëshiroft, dhe disa për dietarë ose një fetva të Lejhnës, pra që duart vendosen gjoks. Tani kalojmë te fjala e Sheikh Utheminit, Allahu mëshiroft. Normal që është duke shpjeguar medhebin Hambeli, ata thonë që në medheb pra është që ti vendosësh poshtë kërthizës. Thotë kjo është ajo që është e njohur në medheb. Pra, çfarë ndodh ndonjëherë? Disa medhebe ose shumë medhebe mund ndodhi që dietarët e medhebit që kanë ardhur shekuj më mbrapa mund thonë librat e medhebit diçka që prej imamit medhebit ka fjalë tjetër, ka qëndrim tjetër. Pra mund vinë që këto nga fundi medhebeve, dietarët që kanë shkruar libra, medhebeve thonë fjalë që bindesh me çka kanë thonë imamllarët. Prandaj këtu thot, pra ajo që është e njohur me medheb Hambeli, pra ajo që vendoset poshtë, pra nuk është vetëm ajo që njihni ju te medhebi Hanefi, është dhe te medhebi, është e njohur te medhebi Hambeli. Qartë? Çfarë thot Sheikhu Allah më shërov? Disa dietar thot kanë shkuar, pra fjalët e tyre kanë shkuar te kjo fjalë që i vendos sipër kërthizës. Ka ardhur tekst nga Imam Ahmedi për këtë, edhe e përmendi Sheikh Albani. Thot, kurse dietar tjerë kanë thënë që i vendosin gjoks dhe kjo është fjala më e aftë. Për shife nuk eci me çfarë? Nuk eci me medhebin. Pra, ajo eci ajo fjalë që i ka hadithet më ose argumentet më të saktë. E qartë, edhe kjo është fjalë e Sheikh Uthemini. Tjetër, edhe Sheikhu Allahu më shëroft pra për dobit që i ka dhënë umetit, sepse shpesh herë kur shpjegon tregon disa çështje që janë të përhapura. Mirë thot, shohim disa njerëz që i vendosin duart pra tek ana e majt, këtej nga ana e zemrës, pa nuk i man mes, i ma këtu. Disa persona thot e bëjnë këtë gjë. Thot Sheikhu Allahu më shëroft, pra dhe kur e pyet, pra i pyet pse bëni këtë gjë, thot sepse këne është ana e zemrës. Thot, ky lloj arsyetimi është arsyetim jo i qëndrueshëm, sepse ka përmend shkaqen, e po lexojmë vetëm shkakun e parë, sepse thot është arsyetim, thot duke u përballur me synetin, mbi ndesh me synetin. Dhe çdo lloj arsyetimi që bindesh me synetin i refuzohet personit, sepse syneti meriton çfarë? Më shumë që të pasohet. Qartë? Ja i vepër tjetër që mund ta shihni, do shta jo këtu, po mund ta shihni vend tjetër, nëse udhtoni, dikush për shembull, e bë Allahu marrë që të shkojnë umre apo në haxh, mund të shohë gjëra të tilla, mos habitet, ta di se si është syneti në këtë pikë dhe kur ta shohë, pra dikën tjetër, ta di që kjo nuk është sipas synetit. Nëse ka mundësi ta këshilloj, pse s'ka mundësi. Ta di të paktën që kjo gjë është sipas synetit. Tjetër, te çështja e ajo që thash që transmeton zërin, pra thot imami Allahu Akbar, muezini transmeton zërin, tham kur ka xhamati është i madh apo një arsye apo tjetër. Thot Sheikh Uthemini Allahu më shëroft që imami pra e ngre zërin që të dëgjojnë ato më mbrapa. Thot sipas gjendjes. Nëse personi për shembull që ka mbrapa janë pak, mund të jenë 2 persona, atëherë ose mund të jetë vetëm një që është në krahun e tij, atëherë thot zëri që i ulët mjafton. Nëse janë shumë, atëherë duhet ngritur zëri. Nëse nuk ngjohet, erdhëm te tema tjetër, nëse nuk ngjohet, transmetohet zëri, me kuptimin, e thot ai, pastaj e thu ti, po në njëjtën gjë. Thot siç ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me Abu Bekr radhiyallahu an, pra në rastin kur ai ishte smur, nuk e ngjonin zërin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam xhamati, atëherë u fal Abu Bekri nga djathta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i transmetonte njerëzve tekbirin e dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Pra, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jepte tekbir me zot ulët, atëherë jepte tekbir Abu Bekri radhiyallahu an me zot lart që ta ngjonin njerëzit. Thot kjo është, ky është hadithi që është origjina. Ky është origjina. Thot, nëse, prandaj po e lexoj këtë, nëse nuk ka nevojë që ta bëj dikush këtë gjë, nëse nuk është e nevojshme,
atëherë kjo gjë nuk është e pëlqyer. Nëse nuk është e nevojshme, kjo gjë nuk është e pëlqyer, thot, pra me mendimin e gjithë muslimanëve. Tjetër çështje, pra kalojmë tek që jemi këtu te tekbiret, ta kalojmë përpara se të vëmë te se ku do shofi robi, ishin e dy fetva këtu. Është një pyetje që unë ja bosha shpesh njerëzve. Thosha unë nëse vjen dikush që duhet bëni dallimi dhe të shihni sa keni kuptu. Nëse dikush vjen, hyn namaz duke thënë Allahu Ekber, por se duart nuk i ngri. Nuk i ngri duart. I vet direkt ndoshta në gjoks ose tjerë më radh. Namazi i këtij është i saktë? Gjoni çfarë thotë shehu? Që të bëni dallimin. Gjithë secili ta shofi, dha përgjigjen e saktë apo jo? Thot Allahu më shërohet shehu Themini. Nëse personi që falet arron të ngrejë duart e tij në tekbirin fillestar, nuk ka gjë, sepse ngritja e durve në tekbirin fillestar është sunet. Nëse e bën personi, është i shpërblyer, nëse le, nuk ka diçka. Pra duhet bëni dallim, ku është problemi që mund gatroni? Duhet bëni dallim mes fjalës Allahu Ekber dhe ngritjes duarve. Fjala Allahu Ekber çfarë është? Është shtyll, kurse ngritja e duarve është sunet. Qartë, tani shiheni këtu, si e dini ose s'e dini. Kjo është një dobi. Dobia tjetër, edhe kjo ndodh. Dobi tani ngritja e duarve nuk është vetëm te tekbiri fillestar, deri te supet, paralel me supet apo deri te veshët. Ka vende të tjera, ato më që kanë ardhur, që njihen, që kanë ardhur hadithe janë katër vende. Pra tekbir fillestar, kur bie për ruku, kur ngrihesh nga rukua dhe kur çohesh për rekat tret. Do vi dhe raste të tjera, do i sqaroj shehu, Allahu më shoh dhe është problem. Ngritja e duarve tani, mbani mend, siç tham te tekbiri fillestar, ashtu duhet bëhen në raste të tjera. Jo te tekbiri fillestar ngrihet deri te supet, kurse raste të tjera ca persona ngren kështu pak fare. Dëgjoj çka ka thënë shehu Themini për këtë. Pra, ky sunet do ta bësh të gjitha ngritjet e duarve që ti do bësh. Qartë. Sepse shifen ca persona që nuk i ngren kështu. Shive çfarë thotë shehu, që ta kuptoni përgjigjen, thotë disa njerëz te tekbiri fillestar nuk i ngri duart thot deri te supet, por se ngri afër thot, si më thon, afër kërthizës tij ose pak më sipër, pra deri këtu ose kështu. Ha? Kështu. Dëgjoj çfarë thot shehu, Allahu më shërof, thot kjo lloj ngritje duarve thot nuk është e ligjëruar. Madje është diçka, si më thon, diçka loj që pra është diçka jo serioze, është ndaluar kjo gjë. Ajo që është e ligjëruar është deri tek supet, pra paralel me supet ose deri te fillimi i veshëve, te pjesa butë e veshëve. Thot, dikush që bën më mangët se kjo ka mangësuar prej sunetit dhe kjo gjë është e ndaluar. I themi atij, ose ngri plotësisht ose lëre, thot. I mësohet i personi suneti, qartë? Po dy dobi të tjera. Se edhe këto i shifen, domethënë shumë ndoshta ajo që shohim për njerëzve bëhet shkak që të paralajmërojmë gjatë mësimeve. Tema tjetër, thot Allahu më shiroft. Si me thonë, përqëndrimi namaz, ti jesh i përqëndruar, ta kesh mendjen aty, ti jesh i përkushtuar, dhe se ku do shohësh, dhe shikimi është, pra ku do shohësh aty te vendi ku bën sejdë. Thot Allahu më shiroft, personi të mundohet që të jetë i përkushtuar, i përqëndruar namazin e tij, pra të largohet nga çdo gjë që e prekupon, ja tërheq vëmendjen, ja heq mendjen gjatë namazit, qofshin ato zbukurime, apo skalitje, apo diçka tjetër, apo gdhendje, mos të falet kur ushqimi është prezent, pra një ushqim që ai e dëshiron është prezent, mos të falet, dhe as në ato raste kur ai ka nevojë, pra që dali për ujin e holl apo ujin e trash. Thot, shofi gjatë qëndrimit ti në këmbë tek vendi i sejdës, mos kthehet as djathas dhe as majtas, sepse ky lloj kthimi është vjedhje që shejtani e bën prej namazit të robit dhe mos ta ngri shikimin e tij drejt qiellit, këtë që folën fetvan, pra mos shofi sipër drejt qiellit. Këto janë pra, si më thon, çështjet e tjera. Thot Allahu e mëshiroft te libri i mesëm, thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur falej e ulte kokën e tij dhe shikimin e tij e drejtonte drejt tokës, madje ka hyrë pranë Qabe
dhe nuk e kaloi shikimin e tij nga vendi i sejdës derisa doli prej saj dhe ka thënë sallallahu alaihi wasallam, nuk duhet të ketë në këtë shtëpi, pra këtë ndërtesë në Qabe, diçka që e prekupon, ja heq pra vëmendjen për qëndrimin personit që falet, gjithashtu ka ndaluar që personi shikoj drejt qiellit, pra madje ka thënë, e ka përforcuar këtë ndalim, ka thënë do ta lejnë disa njerëz këtë gjë, pra do ta lejnë disa njerëz shikimin, pra drejt qiellit gjatë namazit, ose nuk do I kthehet më shikimi. Kurse për kthimin, pra që mos kthehesh djathtas apo majtas, thot është, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është vjedhje që ja bën shejtani namazit prej namazit të robit. Thot poshtë këtu, pra dobi, që mos ta harrojmë këtë dobi, thot Allahu më shëroft, nga këto dy hadithe, pra hadithe që u tha më sipër, ne përfitojmë se personi me shikimin e tij duhet ta drejtojë drejt vendit sejdës. Ajo që bëjnë disa persona që falet, që I myllin syt gjatë namazit, kjo është diçka thot, pra si devotshmëria por rujtje, diçka e ftohtë, jo diçka e mirë, dhe udhëzimi më I mirë është udhëzimi I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, përderisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka patë vendi sejdës, atëherë ti mos I mbyll syt. Do vi fjalë për këtë inshallah nga Sheh Uthemini më mbrapa, inshallah ose herës tjetër. Gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fal namazin e atij që jep lam të mirën, pra sikur ti e shef, pra Allahun xhallahu ala, megjithse ti se shef Allahun, Allahu të sheh ty. Pra gjithmonë mendoho pra se ky është përkufizimi ky tjetër mbrapa, kush është përkufizimi I ihsanit. Pra kur ka ardhur Xhibrili ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ta hadithi Xhibrilit I njohur, e ka pyet për islamin, për imanin, për ihsanin. Kur ka ardhur te ihsani ka thonë që ta adhurosh Allahun sikur ti e sheh, megjithse ti se sheh Allahu të sheh ty. Edhe këtu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që falë namazin e tillë, pa sikur po e sheh. Kjo është grada më e lartë. Nëse s'ke mundësi ta arrish këtë gradë, atëherë grada tjetër është që ta falësh duke e ditë që Allahu të shef dhe të mbikëqyr. Ama fjala e parë si është fal namazin e atij që do japi lam të mirën. Pra mendojeni, pra çat ndihmon ta mendosh se ky është namazi yt I fundit në këtë botë. Pra imagjino ti të sigurohesh dhe të garantohesh që ngjo, ky do jetë namazi yt I fundit, më mbas ti namazit do vdesësh. Si do falesh? Të funit e ke, mbas saj sa të japësh selam do vdesësh. Si do falet njeriu? Kështu ka thënë pejgamberi sa të falesh. Pra fal namazin atij që po jep lam të mirën. Pra e ka të fundit. Allah na ndihmon pra përmirësof gjithë. Gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka një person që vjen prezanton namazi I obliguar, e merr abdesin në formën më të mirë, duke qenë I përqendruar, e bën rukun ashtu siç duhet, vetëse, shifet ç'a ndodh, vetëse ky namaz është falje për gjunafet që ai ka bërë, përderisa nuk ka bërë gjunaf të madh. Dhe kjo për gjatë gjithë kohës. Edhe herë, ngjojeni ç'a dithi, pra shpresdhënës, nuk ka një person që prezanton namazi I obliguar, e merr abdesin në formën më të mirë. Pra, përkushtimi I tij është, përqendrimi I tij është në formën më të mirë, rukuja e tij është në formën më të mirë, vetëse ky namaz është falje për gjunafet e mëparshme. Përderisa personi s'ka bërë gjunafe të mëdha. Se kemi thënë që gjunafet e mëdha kanë nevojë për çfarë? Për pendim. Dhe kujtoni kushtet e pendimit që kemi marrë. Dhe kjo thot për gjatë gjithë kohës. Gjithashtu thot, është fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë me një rrobë, pra që kishte ngjyra apo shenja, thot dhe I pa këtë gjë dhe tha, ma largoni këtë, pra hiqeni këtë prej meje dhe më sillni filan rrobë, pra që nuk I ka këto gjëra, sepse ç'a mboni kjo rrobë gjatë namazit, më shpërqendroi. Këtu e ka marrë shika të gjykimit që ru nga çdo gjë, për shembull, mund të ketë dhëndje apo tjera me radhë, ngjyra, ato po falet I afër mund çfarë? Të shpërqendrojnë. Mundohesh që namaz të gjëra mos ti kesh që të shpërqendrojnë. Gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që nuk ka namaz kur ushqimi është prezant dhe as në të rast kur ai po e shtyn, pra ka siklet për çështjen e dy, pra ujin e holl apo ujin e trash. Qartë? Këto janë te libri I mesëm. Tani të lexojmë disa çështje dhe vazhdojmë edhe herës tjetër sepse është çështja për qëndrimin në namaz. Është si më thon themi disa shkaqe që ndihmojnë personin që përqendrohet namaz.
Thot Sheikhu Themini Allahu më shoh për sa i përket shikimit drejt qiellit. Dhe kjo ndodh ndonjëherë për shembull, personi jep tekbir, u thash më parë, personi jep tekbir dhe gjatë tekbirit shef nga qielli. Qartë, kjo gjë është ndaluar, madje shifë se thot Sheikhu Themini Allahu më shëroft, thot shikimi drejt qiellit është kuptohet gjatë namazit. Thot është i ndaluar, madje është për gjunafeve të mëdha. Pse? Se ka ardhur kërcënim, dhe kur vjen kërcënim, pra nuk do të kthehet më shikimi. Kur vjen kërcënim do thotë se kjo gjë është për gjunafeve të mëdha. Një. E dyta çështja tjetër, çështja e mbylljes së syt. Pra disa njerëz thoton kur mbyll syt, dukem sikur përqendrohem më shumë. Lexojm fjalën e Sheikh Albanit, tani po lexojm fjalën e Sheikh Theminit, Allahu më shëroft. Thot fjala më e drejtë është se kjo është e papëlqyer. Se thot i ngjan me xhusve gjatë adhurimit që ata i bëjnë zjarrit. Thot i mbyllin sytë e tyre. Madje është thënë që është vepër jehudëve. Shif edhe kjo, kanë thënë disa dietarë që është vepër jehudëve. Thot, dhe për ngjasimi me jo muslimanët është minimumi, është haram, siç ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymija. Nëse ka një shkak për këtë gjë, nëse e bën me shkak, si është shkaku? Për shembull thot mund të kesh rreth teje diçka që të shpërqendron, atëherë mund t'i mbyllësh syt për të largu këtë lloj shpërqendrimi. Po jo se pra namaz do ta falësh namazin me duke mbyllur syt. Pastaj thot, ngjëni, thot por mirë, mund vi dikush dhe thot, unë kur falem me sy mbyll e gjej veten më të përkushtuar, më të përgjendruar, Thot shehu, pra atëherë ju mund të jepni fatva për këtë gjë? Thot Allahu më shëroft, jo. Sepse ky lloj përqendrimi që të ndodh ty duke bërë një vepër të papëlqyer është për shejtanin. Edhe këtë duhet ta kesh parasysh. Ka përmend shpesh, por ka vite ndoshta që s'ka ardhur kjo temë. Te selefët po ti shihovësh, mund ta gjeni te ligjëratat e kurthet e shejtanit humbjen e njeriu, për shemb për këtë temë. Ka fol atje. Për shemb që më kujtohet. Që çfarë të bësh shejtani robit? Ti devion, kundërshton Allahun xhallahu ala. Shejtani ndoshta nuk ngacmon. Sepse i ke rën bidat, i rën devim. Dhe ti momenti që zgacmohesh për shejtanin, mashtrohesh duke thënë, jam terezi, shif, po gjej qetësi. Prandaj ka ardhur, nuk e di nga Imam Uzai, nga Imam Lara, ti kanë përmend se lefët librat e tyre, thotë na është transmetuar se kur personi bën bidat, e le shejtanin adhurim. Nuk e ngacmon. Pra ti keni parasysh hilet e shejtanit. Sepse ai që e kupton fen drejt, siç ka nga disa prej sahabët, është ai person që e kupton se si vjen shejtani. Pra, përmendëm që ti mund të kapesh me fe, fillojnë ngacmime gjonat, kjo është për shejtanin se do me të shkatru. Edhe këtu tani ngjojeni fjalën e Shekut Allahu më shërof, siç i thot, ky lloj përqendrimi thot që të ndodh ty kur bën diçka të papëlqyer është prej shejtanit. Jep shembull kush? Thot çive mund të shohësh sufistat, gjatë dhikrit tyre. Pra fillojnë sikur çfarë kanë përqendrim, po janë duke bërë bidat. Mund thonë ato fjalë hu, fillojnë kërcejnë e hidhen e tjera. Kjo normal që është kundërshtim me sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka bërë dhikra e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe sahabët, po s'kan bërë këtë formë. Kjo është diçka bidat, është kundërshtim me fen. Atëherë çfarë mund bëj? Thot siç i ndodh atyre, thot që shejtani i ndodh kjo, pra shejtani çfarë bën? Thot largohet nga zemra jote kur ti mbyll syt namaz dhe nuk bë vezvese. Për shkak që ti ta bësh këtë gjën e papëlqyer. Po mirë, po kur është bidat? Bidat është më e rëndë se diçka e papëlqyer. Qartë, pra të lën nuk ngacmon. Ti kujto se je në rregull. E mund të vish, jam i qetë o vëlla duke bërë këtë gjë. E di çfarë qetësi e kam? Normal, se ke rënë bela, edhe shejtani s'po të ngacmon. Ama kush e kupton këtë? Vetëm po vallë sukses. Qartë. Prandaj thot, largohet nga zemra jote që çfarë kur ti mbyll syt që edhe nuk bë vezvese, që ti ta veprosh të gjë të papëlqyer. Prandaj ne themi hapi syt dhe mundohu të jesh i përqendruar namazit tënd. Ama ai që i mbyll syt pa shkak, pra që ndodhi si më thon përqendrimi, jo thot sepse kjo është prej shejtanit. Tjetër, te çështja shikimi në vendin e sejdës. Ka ardhur Imam Buhari rahimahullah tek Sahih, pra ka ardhur te Sahih Imam Buharit, pra ka përmend disa hadithe dhe i ka vënë këtë temë, që personi shikon imamin e tij gjatë namazit. Thot ka përmend aty disa hadithe që shihnin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur ishin namaz. Hafidh ibn Hajar komentin e Buharit ka thënë,
Ne këtu duhet të bëjmë një dallim mes imamit dhe xhamatit. Është e pëlqyer që imami të shohë te vendi sejdës, gjithashtu dhe xhamati. Vetëm në ato raste kur ai ka nevojë ta shohë imamin. Për dosh në rregullim namazi ose të jam rradh që ketë nevojë ta shohësh, në të tilla raste, atë përderisa Imam Buhari ka vënë këtë temë, kanë ardhur to hadithe, nëse është e nevojshëm ndonjëherë mund ta shohësh imamin. Thot kur është rast i nevojshëm. Kurse personi që është vetëm, ai thot ka gjykimin e imamit. Pra, imami shef vendin e sejdës. Ai që falet vetëm shef vendin e sejdës. Njëjtë gjë bën dhe xhamati, por se në raste kur ka të nevojshëm mund të shohë imamin. Ky thot ngjësi thot shehu për këtë bashkim mes haditheve që ka ardhur, thot me këtë që ka thënë Hafidh ibn Hajar, bashkohen gjitha hadithet që ka përmend Buhari, pra hadithet e Buharit dhe hadithet që pam që personi që treguam i tham që personi duhet shohë te vendi i sejdës, dhe ky është një bashkim i mirë, pra bashkim i mirë mes haditheve thot Sheikh Albani, Allahu më shiroj. Tjetër disa gjëra pra që tham që personi të jetë i përqendruar, mos kthehet djathtas majtas, mos pra normal. Shpresoj herë tjetër inshallah do ju përmendim disa shkaqe që ndihmojnë njeriu që të përqendrohet nga namaz, nga fjalët e Imam Ibnul Qayyim, Allahu më shiroj. Lexojmë këto fetvat dhe ta mbyllim me këto sheh. Bin bazit, Allahu më shiroj. E kam pyet për shembull, nëse personi lëviz mjekrën e tij apo rrobat e tij gjatë namazit, si fatkeqësisht ndodh. Fillon robi duke lexuar merret me mjekrën, dikush lu rrobat e tjera me radhë. Thot ka thënë Sheikh Ibn Bazi Allahu më shiroft, që të luash me mjekrën apo me rrobat e tua gjatë namazit nuk lejohet. Madje është obligim që ti të jesh i qetë namaz. Ka thënë Allahu xhalla wala, qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Kanë shpëtuar me siguri, kanë shpëtuar besimtarët, ata të cilët namazin e tyre janë të përkushtuar, janë të përqendruar. Thot, ajo që ligjërohet për muslimanin, është e ligjërueshme për muslimanin, është që të jetë i përqendruar namazin e tij. Mos lozim as me mjekrën e tij, as me rrobat e tij. Por se nëse është diçka e lehtë, atëherë kjo gjë është falet, kurse nëse është shumë nuk lejohet. Vend tjetër thot Allahu më shiroft, është obligim për besimtarin dhe besimtaren që të jenë qetë gjatë namazit tyre. Mos lëvizin duart e tyre apo të bëjnë veprime gjatë namazit, sepse qetësia është prej shtyllave të namazit. Edhe po ta shihni, për shembull, te hadithi i këtij personi që nuk falej mirë, pra gjatë shumë gjërave gjatë namazit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atij, bëj ruku derisa të qetësohesh, bëj sejdë derisa të qetësohesh, çohu derisa të qetësohesh. Pra shpërmend çështja e qetësimit disa herë në hadith. Dhe nga ky hadith kanë marrë dietar që qetësimi në namaz është prej çfarë? Është prej shtyllave të namazit. Është prej shtyllave të namazit. Pra, sepse qetësimi është prej shtyllave të namazit, siç ka ardhur hadithi sakt pranë Buharit tek Muslim, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar personin që nuk qetësohej namaz që ta përsërisë namazin. Prandaj është ligjëruar për çdo musliman dhe muslimane që të jenë përqendruar gjatë namazit, të jenë pra të përkushtuar, të jetë zemra prezente, sepse ti je para Allahut xhallahu ala, përmend njëtin ajet, pra dy ajetet e para të surës Mu'minun. Prandaj është e papëlqyer që robi të luaj me rrobat e tij, me mjekrën e tij, e tjera me radhë. Madje nëse është shumë dhe është e njëpasnjëshme, pra vjen veprimi i njëpasnjëshëm, thotë është haram dhe e prish namazin. Njëtin gjë thotë dhe Sheikhu Themini. Pra, për lëvizjet namaz, para kësaj, se thonë, është dhe kjo fjala e njohur. Ta lexojmë këtë pastaj t'ja sqaroj. Nuk ka ndonjë përkufizim caktuar, për sa i përket, pra me sa të kemi dijeninë e prej fesë, nuk ka përkufizim caktuar. Sepse çfarë? Ca dietar ose ca njerëz me dije kanë thënë që po bëre 3 lëvizje namaz, 3 herë 3 lëvizje, atëherë të prishet namaz. Jo çfarë thotë Sheikhu, ajo që dim ne është që nuk ka një përkufizim caktuar për lëvizjet gjatë namazit. Pra ata që kanë thënë e kanë përcaktuar me 3 herë, është fjalë e dobët, nuk ka argument. Por se fjala që i mbështetemi në të është që po që e luajtje apo lëvizje e shumt, pra në atë që mendon ai që falet, pra nëse e shef që kjo që bën e ke lujt shumë, to gjitha do veprimet tua janë të shumta, atëherë pra dhe po i bën një pasnjëshme, atëherë thot duhet ta përsërisësh namazin nëse është fars. Dhe duhet të pendohesh për këtë gjë. Ta përsërisësh dhe të pendohesh. Prandaj si thon, pra ca dietar Sheikhu Themini e tha dhe Sheikhu këtu, pra lëvizje të shumta, një pas njëshme të panevojshme. Shumta e kundërta e pak. Një pas njëshme, pra ndryshe për shembull një lëvizje e bën në rekatin e parë, një dytin, një tretin. Këto nuk janë një pas njëshme.
Dhe pa nevojë. Do thotë që kur ke nevojë robi mund të lëvizë kur ka nevojë dhe do përmendi shehu pra disa raste. Prandaj pendohet për këtë gjë, prandaj këshilla ime për çdo musliman dhe muslimane është kujdesen për namazin e tyre, të jenë përkushtuar gjatë namazit të tyre dhe mos lëvizin filen lojra gjatë namazit, thotë sepse namazi ka çështjen shumë të madhe, është shtylla e Islamit, është shtylla më e madhe mbas dy dëshmive dhe gjëja e parë që do merret llogari personi ditën e gjykimit, siç i tham, pra fillim mësimin e parë ose nga mësimet e parë. Gjithashtu ka thënë pra në vend tjetër, gjithmonë jemi me fjalët e Sheh Ibn Bazit, Allahu mëshiroft. Është i papëlqyer thot lëvizja gjatë namazit, si të merresh me hundën, me mjekron, me rrobat e tjera me radhë, dhe nëse shumohet, vjen e një pasnjishme, atëherë të prishet namazi. Nëse është diçka e pakët ose mund të jetë shumë, por se nuk është e një pasnjishme, namazi nuk prishet, por se ajo që është e ligjëruar për besimtarin është që të përkujdeset për përqendrimin namaz dhe ta le lëvizjen apo lojrat. Pra, lojra me kuptim me lëvizje me durat, etj me radhë, qoftë pak, qoftë shumë. Nga argumentet se vepra e pakët dhe lëvizjet e pakta namaz nuk e prishin, edhe që janë të ndara, thot ka ardhur që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve ka lëvizur duke i hapur derën Aishës radhiyallahu anha kur Aisha duke u fal. Pra erdhi Aisha era derës, pejgamberi sa ka lëviz namaz gjithmonë drejtimin e ekipit, ka lëviz namaz, pra dhe i ka hap derën. Kjo është lëvizje gjatë namazit. Ama është diçka e nevojshme. Thot gjithashtu ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga hadithi e Abu Qatadës radhiyallahu an se ai u fal një ditë, pra imam i priu njerëzit dhe ishte përmbante umamen mbesën e tij, pra vajzën e vajzës tij Zeynep, dhe kur binte sejdë e vendoste dhe kur ngrihej e mbante në krah. Normal që kjo do ndodhi dhe lëvizje, Pra momenti që ti bie sejdë e lente vajzën mbesën e vet, gocën e gocës. Dhe kur ngrihej e merrte prap. Pra ato lëvizjet e nevojshme normal që nuk ka problem. Qartë. Talem, kemi lënë të pra herës tjetër inshallah do flasim për këtë hadith që kthimi djathtas apo majtës është vjedhje që shejtani i bën namazit të robit. Inshallah ndalojmë këtu, vazhdojmë herës tjetër. Subhanallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Edhe ju gjithë.